Për më shumë se një dekadë, Ermal Beqiri ndërtoi profilin e një eksperti të teknologjisë, drejtoi sektor të rëndësishëm të IT-s në administratën publike dhe krijoi një perandori kompanish që fituan 10 miliona euro nga fondet publike. Sot ai është në kërkim nga SPAK, ndërsa në Francë ndodhet nën hetim për spionazh. Dy dosje të ndryshme, por që kanë rikthyer në qendër të vëmendjes pyetjen se çfarë roli ka pasur në ekosistemin digjital të shtetit shqiptar. Beqira ju kap pas fluturimit me një avion të vogël civil mbi centralin bërthamor të Penly. Autoritetet franceze nuk e trajtuan ngjarjen si një shkelje të zakonshme të rregullave të aviacionit. Penly është një nga objektet më të rëndësishme strategjike të Francës, ku po ndërtohen 2 reaktorët e parë EPR2, projekti që konsiderohet zemra e strategjisë bërthamore franceze për dekadat e ardhshme. Pikërisht për këtë arsye, sepse avioni i drejtuar nga Beqira i hyri në zonën e ndaluar ajrore, forcat ajrore franceze ngritën një avion ushtarak, e shoqëruan deri në ulje dhe më pas e arrestuan. Edhe pse për shkeljen e hapësirës ajrore u gjobit administrativisht, hetimi nuk u mbyll aty. Dosja kaloi në duart e zyrës qendrore franceze për luftën kundër krimit të organizuar, ndërsa mediat franceze raportuan se po verifikohet edhe pista e mundshme e spionazhit. Dyshimet lidhen me natyrën strategjike të objektit, itinerarjen e pazakontë të fluturimit dhe pajisjet AirTag të gjetura gjatë kontrollit, por pikërisht këtu bëhet historia dhe më interesante. Ndryshe nga sa mund të mendohej në pamje të parë, Ermal Beqiri nuk është një pilot apo një biznesmen i zakonshëm. Për vite me radhë ai është një nga njerëzit më të njohur të sektorit të teknologjisë së informacionit në Shqipëri, me lidhje të forta si në administratën publike ashtu edhe në tregun privat. Karriera e tij nisi pikërisht në Francë, ku punoi si menaxher projektesh dhe pedagog i jashtëm, duke krijuar profilin e një specialisti të teknologjisë. Pas rikthimit në Shqipëri, ai u emërua drejtori i teknologjisë së informacionit në rektoratin e Universitetit të Tiranës dhe më pas drejtori i IT-s në zyrën qendrore të regjistrimit pasurive të paluajtshme, institucioni që administronte databazën kombëtare të pronave. Paralelisht ai u aktivizua si ekspert i pavarur në çështje të krimit informatik, duke fituar reputacion në qarqet profesionale. Publiku shqiptar e njohu në vitin 2011 kur gjykata e përzgjodhi si një nga 3 ekspertët e informatikës që do të ekspertizonin videon Meta Prifti, një prej çështjeve më të bujshme politike të pas viteve 90. Raporti i ekspertëve ku bënte pjesë dhe Beqiri arriti në përfundimin se regjistrimi nuk ishte origjinal, një konkluzion që u përdor në mbrojtjen e Ilir Metës. Më herët ekspertët e huaj të angazhuar nga organi akuzës kishin arritur në një vlerësim të ndryshëm. Në vitin 2021, Beqiri bleu kompaninë Soft & Solution. Në pak vite ai ndërtoi një rrjet kompanish ku përfshiheshin Soft & Solution, Horizon, iTirana, R&D Solution dhe më pas themeloi edhe Albanian Council of Technology and Innovation, një organizatë që promovonte sigurinë kibernetike, startupet dhe politikat digjitale. Në pamje të parë ishte historia klasike e suksesit të një sipërmarrësi të teknologjisë, por sipas SPAK, pas këtij rrjeti fshihej një skem shumë më komplekse. Hetimet e prokurorisë së posaçme pretendojnë se kompanitë lidhura me Beqirin përfituan 10 miliona euro nga tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Në dosje flitet për përcaktim tenderësh, fryrje artificiale të çmimeve, faturime fiktive dhe pastrim parash. Vetëm kompania Soft & Solution, sipas të dhënave të hetimit, arkëtoi rreth 22 milionë euro nga buxheti i shtetit në periudhën 2019-2026. Një tjetër kompani e lidhur me familjarët e tij, Communication Progress, përfitoi rreth 21 milionë euro të tjera. Nëse analizohen të gjitha kompanitë e rrjetit, shifrat arrin në 10 miliona euro. SPAK pretendon se për të realizuar këtë skemë janë përdorur kompani të lidhura, faturime të dyshuara si fiktive dhe procedura prokurimi me çmime të fryera. Në kuadër të hetimit janë sekuestruar prona, kompani, llogari bankare dhe automjete luksoze. Vetëm pasuria e bllokuar ndaj Beqirit përfshin një jaht luksoz Sunseeker Predator 50 Skyfall, vil në Green Coast, prona në Rolling Hills, godina në Tiranë, automjete luksoze dhe llogari bankare, ndërsa vlera totale e pasurive të sekuestruara në këtë dosje llogaritet rreth 40 milionë euro. Shteti digjital në duart e kujt? Ajo që bën këtë histori të ndryshme nga një dosje e zakonshme korrupsioni është vetë fusha ku operonte rrjeti i kompanive. Akshi nuk ishte një institucion i zakonshëm. Ai administron dhe zhvillon infrastrukturën digjitale të shtetit shqiptar, duke mbështetur sisteme si e-Albania dhe një sër platformash elektronike të institucioneve publike. Pikërisht në këtë sektor, sipas SPAK, kompanitë e lidhura me Beqirin dominuan për vite me radhë tenderat publik. Në dosjen hetimore dalin gjithashtu emra që janë përmendur edhe në çështje të tjera sensitive, përfshirë hetimet për sistemin Teams, ndërsa bashkëpunëtori dyshuar i Beqirit është Ergyes Agasi, gjithashtu në kërkim nga SPAK. Pra Ermal Beqiri ka pasur në dorë të dhënat e kadastrës, të dhënat e Teams, të dhënat e e-Albania, të dhënat e KQZ-s dhe gjithçka tjetër. Me pak fjalë, shteti digjital ka qenë në dorë të tij dhe Ergyes Agasit, pasi kanë qenë bashkë në çdo aspekt. Ndërkohë Franca hedh dyshime se ai mund të jetë spion. Fluturimi mbi një centralë është shumë i dyshimt dhe nëse vlerësohet pista e spionazhit dhe vërtetohet si e tillë,
Kujt i shërben Ermal Beqiraj? Shërbimet shqiptare nuk kanë ndonjë interes taj central dhe duket se hyn në lojë teza e shërbimeve të huaja, pra shkurt dhe sakt, të dhënat e shqiptarëve kanë qenë në dorë të një personi që dyshohet si spion i një apo ndoshta edhe disa shërbimeve të huaja. Dhe ajo që e bën më të rëndë situatën është se kur ndodhi sulmi kibernetik ndaj Albania dhe sistemeve të tjera në vend, pati shumë akuza nga ekspertët se ai është bërë nga brenda, pasi kishte qenë shumë e vështirë të kryej nga jashtë. Në atë kohë nuk dukej e besueshme, por Franca po na futën në lojë me 007-ën. Si Beqiraj ashtu edhe Agasi janë dyshja që kanë kapur shtetin nga kokat e këmbët. Kapja e Beqirajt nuk ishte rastësore dhe ardhja e tij në Tiranë do të jetë minier ari për Spakun nëse ai flet. Nga ana tjetër Spaku duhet të lëviz duart për të gjetur Ergys Agasin, pasi me shumë gjas, edhe ai e shijon jetën diku, njësoj si Beqiraj që bënte xhiro me avion.